Nxjerrja me sprej është një metodë bazë pastrimi sipas ÖNR 2210 për tapete dhe tapiceri. Për të gjetur procesin e duhur të pastrimit për sipërfaqe të ndryshme tekstili në përputhje me ÖNR 2210, do t'ju duhet të identifikoni tapetin sidomos për të dalluar fibrat e ndryshme. Kjo është një fibër vegetale, kjo është fibër shtazore dhe kjo është fibër sintetike. Duke përdorur një test zjarri, mund të dalloni lehtësisht llojet e ndryshme të fibrave. Fibra vegetale digjet lehtësisht, tymoset dhe mban erdhuri apo letre të djegur. Rezultati është hi i bardhë. Fibra shtazore ka një flak natyrale dhe mbrojtje nga tymi, prandaj nuk digjet aq lehtësisht. Ka erë si brirë apo flokë të djegur dhe mbetjet mund të fërkohen lehtësisht mes gishtave. Fibra sintetike digjet mirë, fibra shkrihet, mban erë tipike plastike apo materiali sintetik. Dhe pasi fibra është tohur, mbetjet janë sferike dhe të forta. Për të identifikuar metodat e duhura të pastrimit, shikoni informacionet e detajuara në manualin ton Rengøring Teknik për të shmangur dëmtimin e tapeteve gjatë pastrimit. Masat e përgjithshme të kujdesit dhe sigurisë duhet të zbatohen në të gjitha operacionet e pastrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund t'ju duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabel rrezik rreshqitje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes, si dorashka, syze dhe këpucë sigurie. Para se të filloni çfarëdo aktiviteti pastrimi, sipërfaqet ku të punohet dhe sipërfaqet përreth duhet të kontrollohen për dëmtime të mëparshme dhe dëmi i mundshëm duhet të vlerësohet. Çdo anomali duhet të dokumentohet dhe të raportohet tek klienti, blerësi apo mbikëqyrësi. Për heqjen me sprej duhet një pastrues heqës tapetesh, për heqjen e çamçakësve një sprej i ftohtë dhe për njollat e tretshme në ujë dhe jo të tretshme në ujë, agjenti i përshtatshëm shpërbërës. Pajisjet e makineritë që vijojnë nevojiten. Një makineri, nxjerrje spreji, një fshesë korrenti ose fshesë korrenti vertikale, një lugë për heqjen e çamçakësve dhe lecka të bardha që thithjen ose fuqë pastruese. Për heqjen e çamçakësve, çamçakësi duhet ftohur me shok dhe me një sprej të ftohtë. Më pas, duke përdorur anën e harkuar të një luke, kruani çamçakësin nga fibra. Më pas, tapeti duhet pastruhet thellësisht me fshesë, me korrent ose të fshihet me vakum. Për heqjen e njollave, përdorni agjentin e përshtatshëm shpërbërës. Me leckën e bardhë që thith, hiqni njollën me lëvizje rrethore nga jashtë brenda. Fillimisht, agenti heqet sfritet me ujë në një tank për ujin e pastër. Për të shmangur shtimin e shkumës dhe dëmin ndaj motorit të fshesës dhe shtupës me korrent, hidhni kundërshkumues në një sfungjer dhe hidheni në tank. Solucioni pastrues më pas sprejohet në tapet. Pas kohës së reagimit, tapeti pastrohet duke përdorur metodën e nxjerrjes me sprej. Për të shmangur rikontaminimin e mundshëm, tapeti mund të shpërlahet përsëri me ujë të pastër. Më pas sprej, tapeti duhet të pastrohet thellësisht me fshesë korrenti në mënyrë që të thahet më shpejt.